Dashur bashkëqytetar, do ta besonim si sinqert që fjalën e ministres, që fjalën e kryetarit të Komisionit të Jashtëm për reformë në shërbimin e jashtëm, nëse nga ajo që ndodh në praktik, nuk do të vrenim që qoftë parafolsi, qoftë zonja ministre, shërbimin e jashtëm e keni mbushur dhe keni kthyer si stre pensionimi për ish deputetët e Partisë Socialiste. Nëse sot hap listën e ambasadorëve të Republikës Shqipërisë jashtë vendit, do shikoni që 70% të tyre janë individ politik që kanë qenë në këtë krah të sallës deputet dhe përfaqësues të Partisë Socialiste. Do ta kishim besuar realisht që kjo qeveri ka për qëllim të reformojë shërbimin e jashtëm, nëse nuk do kishim vrejtur që në zgjedhjet e 11 majit, ambasadat e Republikës Shqipërisë në mbar botën u kthyen në qendra elektorale të Partisë Socialiste, ku ambasadorët duartokisnin fjalimin e kryeministrit dhe kryetarit të Partisë Socialiste, që kudo ku shkonte, fyente opozitën dhe popullin opozitar. Do ta kishim besuar reformën në shërbimin e jashtëm, nëse ju, zonja ministre, do të vinit këtu dhe nuk do të flisnit për suksese imagjinare të politikës tuaj të jashtme me atletet bardha të kryeministrit, po do të kishin informuar me seriozitetin që ju dikton detyra shtetërore që mbani, Kuvendin e Shqipërisë se si procesi i integrimit evropian është marrë peng nga rasti i korrupsionit zëvendës kryeministres tuaj. Pse na flisni për suksese imagjinare të hapjeve të kapitujve, zonja ministre, dhe nuk na informoni për mbledhjen e 2 javëve më parë të grupit Koela, ku Shqipërisë është bërë e qartë se nuk ka për të patur asnjë hap përpara në procesin e integrimit, nëse ky kuvend kthehet në stre dhe në bunker të zyrtarëve të lartë korruptuar. Nuk ka për të pasur asnjë hap përpara, nëse zëvendës kryeministres tuaj, ky kuvend nuk i heq imunitetin. Pse e mbani të fshehur për kuvendin ju këtë informacion dhe na flisni se Shqipëria qënë ka qendra e Europës se ka hapur kapitujt? Qa suksesi është hapja e kapitujve? Sukses është ti mbyllësh kapitujt. Dhe me qënë se përmende themeloret, shteti ligjor është baza e atij procesi. Dhe ju keni vendosur që për një rast konkret, jo vetëm shkelmoni shtetin ligjor në vend, po edhe të pengoni procesin i integrimit evropian të Shqipërisë. Për qa suksese flisni ju? Serbia ka hap kapituj e ka mbyll kapituj. Malizi ka hap kapituj e ka mbyll kapituj. Ku jemi ne? Ne jemi te Belinda Balluku. Nuk pyesim ne për proces të integrimit evropian, ku bëhet fjalë për fatin politik të Edi Ramës dhe të Belinda Ballukut. Ju integrimin evropian e keni propagandë të pastër, në cilën tryezë vendimarrëse na ka ulur qeveria juaj gjatë këtyre viteve. Në cilin organizëm na ka ulur? Në Këshillin e Europës na ka ulur qeverisja e Partisë Demokratike. Në OKB na keni futur ju. Në cilën tryezë vendimarrëse na ka ulur kjo qeveri? Askund. Vetëm ka zvarritur për interesa të veta politike dhe motive dhe arsye pushteti, të mbajtjes me dhunë të pushtetit, prej 14 vitesh në një proces i etik dhe shumë të rëndësishëm, mbar kombëtar siç është procesi i integrimit evropian. Ja ku e keni testin ju. Testin e keni përpara. Ju a tha dje kryetari i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian. Është test kritik për luftën ndaj korrupsionit. Pse nuk dilni ju këtu dhe thoni, po ne këtë test do ta kalojmë?
si që është vepruar në 35 vite në këto kuvend, ne nuk do të mbrojmë asnjë zyrtar nga veprimi i prokurorisë. Të paktën për transparencë me qytetarët, në kuvendin e Shqipërisë nuk ka asnjë kërkesë për heqje imuniteti, sepse as deputetët dhe as ministrat në Republikën e Shqipërisë nuk kanë imunitet. Ka një kërkesë ose dhënia autorizimi për një masë sigurie. Për të qenë të saktë, tani e bëre gafën mbaje, po dhe sqaroni të gjithë ata me të cilët flisni. Nuk ka kërkesë për heqje imuniteti. Sa i përket një kërkese për dhënia autorizimi, zotrote si antar i atij këshilli i emëruar nga zoti Peleshi si kryetari i këshillit, jeni njoftuar sikurse jam njoftuar edhe unë në datën 23 ora 10:00 për të vijuar me mbledhjen. E dyta, të gënjesh është edhe profesion sot, dhe ju e ushtroni këtë profesion në mënyrë shembullore. Thatë që ka një vendim të gjykatës kushtetuese 8-0. A mund ta kem atë vendimin tënd, se unë di dhe publiku di, ja ku i keni dhe gazetarët aty lart, që nuk ka një vendim. Dhe sa i përket 8-0, po ka një vendim 8-0 në leximin pa jurisprudencë, sepse nuk ka prodhuar jurisprudenca i vendim, 8-0 që thonë që GKK-ja ka ndërhyrë në kompetencat e kryeministrit. Të dyja palët, zoti kryetar, ka një zhurmues në sallë i cili duhet trajtuar sipas rregullores. Ka mundësi, ju lutem, zhurmuesi të bllokohet lëshimin e valve të pa kontrolluara? Faleminderit. Pra, ka 4 antarë të gjykatës kushtetuese që kanë thënë që ka ndërhyrje, por kjo ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit dhe të parlamentit duhet të adresohet nga gjykata kushtetuese. Janë dhe 4 të tjerë që thot ka ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit dhe të presidentit dhe të parlamentit, por kjo duhet adresuar nga ligjvënësi kushtetues. Pra, të dyja palët 8-0 thonë që ka ndërhyrje në kompetencat e kryeministrit, të parlamentit, të presidentit, por nuk kanë rënë dakord sa i përket mënyrës se si zgjedhet. 4 thonë të zgjedh parlamenti dhe 4 thonë të zgjedhë vetë gjykata. Ne presim me kërshëri, dhe unë kam bërë dhe të njëjtën e kaluar kur ju ishit në udhtim, i kam bërë thirrje gjykatës kushtetuese që brenda afatit përcaktuar në ligjin e vet organik të na vërë në dispozicion, edhe pse nuk jemi në kushtet e një vendimi me jurisprudencë në kuptimin e mirëfillt, pra me një vendimarrje, jemi në një vendim pa vendim, ne do ta lexojmë me vëmendje se çka kanë gjetur antarët e gjykatës kushtetuese. Dhe prandaj në vijim të komunikimit për këtë çështje, dua që t'ju informoj edhe ju, edhe pse jeni informuar publikisht, se ju keni një problem shumë madh. Ju merrni kompetenca që si keni. Ne vim me një propozim, del zotro dhe thua, keni sjell një projekt ligj antikushtetues. Kush je ti që e thua që ky projekt ligj që kemi sjellë është antikushtetues? Kush je ti? Ti shpreu me votë, zotri. Ti shpreu me votë. Sa për nismat tona, as të kemi marrë në herë dorë, as nuk të marrim në herë fare në refene, ne do të vazhdojmë nismën tonë. Është një nismë e cila garanton parimin themelor të ndarjes së pushteteve në një republikë të jetë pastër parlamentare. Është e papranueshme përpjekja e një pushteti për të pezulluar një pushtet tjetër. Dhe ky është një
për elementeve thelbësor në ndarjen e pushtetit. Dhe ne kemi thënë shumë qartë që qoftë presidenti i Republikës, qoftë avokati i popullit, antarët e Këshillit të Ministrave, antarët e gjykatës kushtetuese, kryetari i kontrollit lart të shtetit nuk mund pezullohen. Ndërsa këtu duhet ta themi shumë qartë. Është kjo majorancë, është kjo parti politike e cila ka vazhduar dhe ka të njëjtin qëndrim për çështjet që lidhen me drejtsinë. Dhe për t'ju dhënë një shembull të diferencës shumë të madhe mes nesh edhe jush. Imagjinoni sikur ngjarja e ndodhur ndaj familjarëve të një deputetje të Partisë Demokratike t'i kishte ndodhur njërit prej antarëve të kësaj salle këtu. Imagjinoni, ju do të kishit ardhur këtu sot, do të kishit bllokuar foltoren, do të bërtisnit në burg, arrestojeni, është grup i strukturuar kriminal, se vllai dhe motra, ç'pun ka motra, se ç'bën vllai në kuptimin e ligjit, dhe nuk keni për të dëgjuar as sot, as njëherë tjetër një deklarat nga ne këtu, se na doli narkosi i familjes tuaj, kështu i bie me gjuhën tuaj, me atë gjuhën e turpit, me atë gjuhën që s'ka lidhje me politikën, i shkreti ti, shtoj edhe një në tjetër, edhe e qanët punë, shtoj edhe një në tjetër, po unë po flas për parimet dhe ti vazhdon me të njëjtën. Nuk do bëjmë në asnjë deklarat, zoti kryetari i grupit Partisë Demokratike, as për rastin fjalë, me që narkosin e pasketit brenda shtëpisë tuaj, por për të rikthyer tek tema. Tema është e qartë. Në Republikën e Shqipërisë nuk mund, sipas frymës së kësaj kushtetute, të pezullohen autoritetet kushtetuese. Kurse si, ndërsa e drejta për hetim penal, për mas sigurie se na e bëre imunitet zotrote, është një drejtë e pakufizuar e pushtetit gjyqësor. E me që ma përmende një mik shumë të vyer të Shqipërisë, si David McAllister. Unë mendoj që ndër gjërat kryesore të atyre që tha David McAllister, kryetar ndër shumë vite i Komisionit Politikës Jashtme të Parlamentit Evropian, është ajo që ju kërkoj ju, e u tha ju, protestat e dhunshme janë të pa pranueshme në një demokraci funksionale. Thirrja ime përsëris sot është ndaj jush dhe ndaj atij që urdhëron dhe stërvit dhunën, përdorimi i fëmijëve 9-18 vjeç për të goditur me molotov punojësit e policisë shtetit, institucionet e Republikës Shqipërisë, është e papranueshme për një parti e cila është antare e partive popullore europiane. Dhe besoj që David McAllister tha dhe diçka tjetër që ju që jeni këtu duhet ta kuptoni, nuk e takoj Sali Berishën. Imagjinoni, këta nuk i takojnë as vet alat e vet. Këta. Dhe sa për akuza korrupsioni duhet të jemi të qartë. Akuzë për korrupsion sot e keni aty në mes t'jush, kryetarin e partisë tuaj. Dhe e fundit se me që sapo je kthyer dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e mban mend zbërtisje këtu me 23 janar. Bordi Paqes, ta harrosh, Edi Rama nuk do të shkoj dot kur. Ti e ke thënë aty. Më herë për së verbalin. Edhe mbani telefonat ndezur, mbani televizorët ndezur në orën 16:00, kryeministri Rama dhe presidenti Trump së bashku në mbledhjen e parë të Bordit Paqes
aty ku i takon Shqipërisë tjetë o gaz, atje. Ju s'ju erdhi as me Kalisteri dhe i ke partia, mirë që mori Jorida Galerin e solli aty se do kishin ngel bosh. Të flasë për ndarje pushtetesh, njeriu që është kapur në përgjime të prokurorisë së posaçme, tek ndërhyn tek prokurori i Spakut dhe drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, për të liruar pronat e sekuestruara të babait Suel Çelës, ky është fundi botës. Dhe këtë e ka bërë parafolsi që ishte këtu, në këtë foltore. Është në përgjimet e prokurorisë së posaçme, si njeri që ndërhyn tek prokurori i Spakut dhe merr përsipër të ndërhyj te drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit për të liruar pronat e sekuestruara të babait të Suel Çelës, kapos së bandës Elbasanit. Është ai atje. Dhe ky që është sot drejtuesi i Spakut ka një detyrë, atë dosje që e mban të fshehur apo të fjetur, t'ja ve emrin si doj, do duhet ta çojë përpara, sepse shqiptarët do duhet dinë se kush vjen në këtë foltore dhe bën teatr me ndarjen e pushteteve. Ndarje pushtetesh do të thotë ti mos ndërhysh prokurorit apo prokurisë për lehtësuar grupet kriminale. Dhe këtë se ka bërë ky krah. E ka bërë kryetari i grupit tuaj parlamentar. E sa për mos kuptimin ton të vendimit gjykatës kushtetuese, të t'jap leksione të drejtës kushtetuese Tauland Balla, është 2 herë fundi botës. Po, 1-0, gjykata kushtetuese i ka thyrë hundët kryetarit tuaj dhe juve gjithve bashk që dilnit studio dhe thonit që ministri nuk pezullohet sepse ka status të barabartë me deputetin. Dhe gjykata kushtetuese thot, paraprakisht, gjykata vlerësoi 1-0 se imuniteti i ministrit rregullohet nga neni 103 dhe 73 i kushtetutës. Në regjimin kushtetues të imunitetit të ministrit, ashtu sikurse të deputetit, nuk përfshihet garancia e parashikuar në nenin 242.2 e kodit procedurës penale, sipas cilës masa e pezullimit të ushtrimit të detyrës nuk zbatohet ndaj personave të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Pra për 2 muaj ju keni mbajtur peng kërkesën e prokurisë për arrestimin e Belinda Ballukut me argumentin antikushtetues se Spaku ka shkelur ligjin që ka pezulluar zëvendës kryeministren tuaj. Prandaj përpara se të vini dhe të shisni, dhe nuk ka asnjë vendim që t'i ka dhënë drejt kryeministrit. Asnjë vendim. 4 gjyqtar thot nuk përfshihen në imunitet nëse doni më Ta përfundoj fjalin. Nëse doni më shumë garanci për ministrat, ndryshoni kushtetutën, ndërsa 4 tjerë ka thënë që po lejohet pezullimi i ministrave, po kërkohet autorizim nga kuvendi. Këta të 4 do duhet na justifikojnë ku e bazojnë këtë në kushtetutë dhe po presim zbardhjen e vendimit. Por në asnjë rast gjykata kushtetuese nuk ka thënë nuk lejohet pezullimi i ministrit, kryeministrit apo zëvendës kryeministrit. Sa për autoritetet e tjera, ju a ka shpjeguar latinisht gabim Ulsiu, sepse antari i gjykatës kushtetuese, avokati i popullit dhe kryetari i kontrollit lartë shtetit, sipas kushtetutës në fuqi të Republikës Shqipërisë, lejohen të pezullohen nga detyra. Madje po të kishin status barabart me Belinda Ballukun, si të pandehur, sot që flasin do të ishin automatikisht pezulluar sipas kushtetutës Republikës Shqipërisë. Por ju doni kushtetutën e Republikës e mbarova. Kushtetutën e Republikës Korrupsionit. Ne flasim për kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Faleminderit. Zoti Tauland Balla. Është procedurë.